Përshëndetje, ju njohim me shtypin e ditës për këtë të shtunë datë 4 tetor. Gazeta Telegraf hapet me lajmin që sot do t'i jepet një oligarku me koncesion. Skandali mira kilogram mish, kërnacka e hamburger me salmonel mbushin tregun. Në gazetën Dita mund të lexoni Erion Braçe çfarë po e vret PS-n. Një dramë që trondit, vetë sakrifikimi si përgjegjësi ndaj jetës së tjetrit. Miratohen tarifat për tunelin e Llogaras, kush paguan dhe kush përjashtohet. Në gazetën Panorama mund të lexoni paketa ligjore, pallatet e reja, nuk ka ujë as drita pa marr hipotekën. Zgjedhjet, Rama ndan detyrat e zonat, emrat e Berishës për Tiranën, PD nuk do të bojkotoj. Qeveria synon të kufizoj kontrollin gjyqësor mbi vendimet e inspektorateve. Bashkimi Gjerman në kujtimet e kancelarit Helmut Kohl. Një princeshë europiane në New York, filmi kushtuar Donika Kastriotit. Në Panorama Sport mund të lexoni derbi vishet Bardhe Blu, Tirana zbor Partizanit. Silvinho nuk ndryshon, dua vendin e dytë në grup. Braziliani, Serbia jo vendimtare për Shqipërinë, për Dukën flasim. Ali kërcënon Kuqezin, Brdariç gati të largoj Garcian. Beshira e paralajmëron Bylisin, miqt ngren Kurthin. Egnatia synon pokerin, Vora është testi i radhës. Mala synojmë Kreun, Gvozdenović fshihet.